Bizneset e vogla dhe të mesme do mund të marrin kredi me norma interesi 2 deri në 3 herë më të ulta si pasojë e nismës së re të qeverisë dyfisho biznesin tënd. Gjatë nënshkrimit të marrëveshjes me bankat e nivelit të dytë, kryeministri Rama u shpreh se projekti do të nxjisë më shumë performancën e sipërmarrjeve. Të gjitha ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Dhe sot të gjithë ata që kanë një ndërmarrje të vogël apo të mesme duhet ta dëgjojnë qartësisht që brenda një kohe shumë të shkurtër pas firmosjes së marrëveshjes do të futet në zbatim një program i cili ju hap të gjithëve një derë për të dyfishuar sipërmarrjen e tyre, natyrisht bazuar në planin e biznesit dhe në gjithë komponentët e tjerë që janë të pa tjetërsueshëm dhe të pazëvendësueshëm për bankat e nivelit dytë. Në total do të jenë 250 milionë euro që do të ofrohen nga bankat e nivelit të dytë me kushte të favorshme, të cilat pritet të shkojnë kryesisht për teknologji dhe digitalizim. Firmosim sot, qëllimi i tij është për të ndërtuar një instrument kredie, një instrument i cili mbështetet qoftë nga Banka e Shqipërisë nëpërmjet vënies në dispozicion të një likuiditeti prej 250 milionë euro nëpërmjet sektorit bankar, për bizneset shqiptare, për që ata të marrin një kredi me një normë të ulët interesi, nxit investimet e ndryshme në digitalizim, investime në automatizim, investime në linja prodhimi. Paralelisht me këtë nisëm, qeveria ka vendosur edhe një fond prej 30 milionë eurosh si garanci sovrane. Paralelisht, linja e kredis do të shoqërohet edhe me garancinë sovrane, një garanci sovrane që tashmë e kemi të hedhur në treg prej rreth 30 milionë euro, e cila do të zgjerohet dhe të kalojë nga sektori bujqësor, do të shtrihet edhe për të mbështetur SME-t. Garancia sovrane do të rritet, pra nga vlera 30 milionë që kemi aktualisht do të rritet gradualisht, bazuar në kërkesat që do të na vinë nga ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, por natyrisht duke mbajtur parasysh edhe mundësitë që ka buxheti i shtetit. Bizneset e vogla dhe të mesme zën 99% të totalit në të gjithë vendin, duke qenë sektori që prodhon më shumë për ekonominë e vendit dhe punson pjesën më të madhe të fuqisë punëtore.